Do t'ishte pa drejt nëse nuk e pranojmë faktin se që nga periudha kolonializmit, bota po funksionon në një kaos të fshehur me fines në maskën e demokracisë dhe lirive të njeriut. Fuqitë europiane i kanë shfrytzuar gjitha resurset natyrore të Afrikës, kanë skllavëruar gjithë njerëzit me ngjyrë, duke lënë pas miliona të vrarë që në termat e sotshëm të së drejtës ndërkombëtare përbën gjitha krimet e mundshme kundër njerëzimit. Një fushat e tillë, paralelisht, po nga fuqitë europiane të kohës, është kryer ndaj amerikanëve indigjen në dy kontinentet, Amerikën e Veriut dhe të Jugut, si dhe në Australi. Prandaj, sot po dëshmojmë për veprimet e njëjta të aktorëve të njëjtë, e rasti identik është Gaza. Izraeli për gati 80 vjet po kryen spastrime etnik të heshtur tokave palestineze, ndërsa ne sot për herë të parë po e shohim përmes rrjeteve sociale se çka në fakt po ndodh atje. Kjo do të thotë se për një shekull njerëzimi i është të shpërlar truri përmes mediave, për të krijuar një utopi se po jetojmë në një botë të drejtë. Dhe pse sot bota nuk gjen qetësinë? Sepse gjitha këto fuqi të lartë përmendura po veprojnë edhe sot me të njëjtën mendësi kolonizuese, vlerësojnë ekspertët.